Ju tregova në fillim të emisionit që sot e kom kënaqësinë me pas në studio një vajzë, një grua, një femër e cila e sjell aurën, energjinë e saj fillimisht, që ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm jo vetëm në aktrim, por edhe në botën e muzikës. Është një, më lejoni me ju tregu që European Shooting Stars është një prej programeve ma prestigjioze për aktor edhe aktore të reja evropiane që konsiderohen si talentet ma premtuese të momentit në kineman evropiane. Organizohet në kuadër të Berlinalës. Programi ekziston prej vitit 1998. Qa është e bukra, është që shumë emra të mdhenë sot që na i ndjekim me pasion, kanë kalu në për këtë rrugtem, ose kanë marrë këtë çmim, duke përfshirë emra si Daniel Craig, agenti i famshëm i James Bondit, paharu Rachel Weisz, Carey Mulligan e shumë të tjerë. Por na nuk kena nevojë momi përmend këta emra, por mundemi lirisht me thonë që këtë çmim e ka fitu aktoria kosovare Fatlume Bunjako. Është përzgjedhur si një nga 10 aktoret ma premtuese të Evropës për vitin 2026, edhe tutje. Kënaqësi që të kom me dashur në studio. Kush është më kjo qika? Për ka një të folë kështu? O, për ty! Oh my god, faleminderit shumë. Prezentimi ma i bukur ndonjëherë që mu ka bo ndoshta. Ma ke ledhatu egon kështu deri te qielli. Ani, shumë mirë. Unë spritoj heq për njerëz që meritojnë. E ti e një prej tyre. Oh, faleminderit shumë. E ke marrë vëmendjen, edhe e di që është goxha vështirë. Sado që t'jep krenari, është edhe një presion shumë i madh që t'jepet prej mediave, prej njerëzve, prej botës artistike që thonë e çka tash. Saktë. Por, të kthehemi pak hapa mrapa. Fatlumja ka startu me filmin e parë në vitin 2012. Ashtu që është edhe emrit ka përcjell fati, je edhe sot je edhe profesoresh e muzikës. Edhe aktrimit diksionit. Diksionit, po do më thonë, une e di që për ty është arti pjesë e pandashme jotja. Muzika, filmi, kultura, organizimi, moda, gjithë shka i ke vendos brenda vetës. Po? Edhe ku të flenë ma shumë? Cila pjesë? Muzika, filmi, moda? Të trijat, këto janë të trijat. Bile, zdi ku kesh diko me një intervjist, thash së fundi edhe thash gjithmonë ka mendu që nëse e kisha studiu edhe një fakultet të tretë, edhe një profesion të tretë, do të kishte me qenë moda, definitivisht. Po jo, ma nuk studioj se u bobal. U bobal, jo. Edhe tash po më duku që së shumin me studiu, tash po më duku që trit, po kanë tendencë për rezultatet shpejta, unë e për vrekte edhe tek studentët e me, do me thonë, po, gjithkush është i lirë, me vendos, me vepru që ashtu që është një jetë dhe që ashtu që është të arsyeshme për vetën e vetë. Sakt. Kusht ka inspiru ty për mu marrë me aktrimin? Me aktrim? Po në topa të ndryshme, personazhe të ndryshme gjithmonë. Po gjithqysh. Po unë mbaj vetën mend shumë fëmijë, shumë e vogël kur kom shku për shembull me pa filma, edhe kur unë kom qenë shumë introverte, që është e vërteta, edhe kom shiku televizion, edhe si fëmijë kanë qenë disa personazhe tjera, ndërsa tash po mendoj kur kam fillu pak me u rrit edhe me ditë, gjithmonë pak më shumë ka tërheq kinematografia evropiane. Kinematografia evropiane është, unë edhe atje kam thonë, është ndoshta pak uncomfortable. Kur e them uncomfortable kuptimin e mirë, sepse nuk ka filtra, nuk ka shumë efekte, po e tregon jetën e vërtetë, jetën tamam ashtu si është. I qetën pa edhe ato që nështë nëherë neve na vjen marre për vetën tonë, edhe mi mendu ka njëherë, është shumë e thellë edhe shumë direkte edhe shumë reale. Pra ndaj mu më pëlqen shumë kinematografia evropiane edhe gjithmonë më ka pëlqy. Edhe kjo që ka ardhë, ndoshta kjo nuk është rasesht, do me thonë. Definitivisht kjo është një rrugtim. A mundesh me na përshkru? Në fakt, reagimi ju t'i parë vëdu me ditë. A ke kajt, a ke bërtit, apo nuk e ke besu? Pyetje shumë e lezet shumë. Po, ka qenë, procedura ka gjatë gati me muj. Her pas here, ka njerë kisha ndjenja që ka mu bo. Ka njerë të shas, ka shanca, ka shumë konkurencë të fort, shtetet tjera lobojnë shumë edhe nuk ka shanca, kisha
Zdi ndjesi të ndryshme gjithmonë. Ka fundi muj me thonë që edhe pse hyna gati në gjysmë finale kështu, kishëm shpesh her pas here detyra që na kërkojshin, kom pas nuk kisha ndjenja pozitive. Tash jo, definitivisht nuk ka shansa, sepse ka qenë kriter filmi me u shfaq, njëni prej filmave tu, me u shfaq në festivalet e kategorisë A gjatë vitit 2025 deri në Berlinalen 2026, edhe tash si duket nuk ka me ndodhur, nuk ka më bu, adin. Edhe okej, po tani e kanë vendosur me Abu Befasi, European Film Promotion bashkë me Qendrën Kinematografike të Shqipërisë, edhe ata një ditë prej ditësh më kanë lajmëruar një ditë përpara dhe më kanë thonë që kemi një intervistë të shkurt, i kena do pyetje të vështira, dush me qenë gati se po dojna me pas një Zoom me ty. Edhe më thonë okej, hajde mos e shpesh që ndodh ke dikur u lodha, se shumë kërkesa, shumë detyra, shumë gjithçka u dashur me dërgu. Edhe e di kom qenë tuar prej Tiranës, tu shra që po mdodhë gjatë rrugës, e thysha si di a kom valt mira ju, edhe di që s'kom ri prej komunikacionit me shku në shpe, kom hynë në një lokal në Prishtinë, mundu me gjetë një vend shumë ashtu, edhe më thanë dush me hap kamerën, se është Zoom, qështu, kemi disa pyetja, edhe si kom hap kamerën, fatlume, how are you, congratulations, you are part of European Shooting Stars 2026, and I was... Isha shumë qelë për rëndësit, në? U pakëm dohet. Po, njëj, do me thonë, edhe nuk di, u kon shok. Edhe pastaj ajo drejtorisha artistike, cila ma kumtoj lojmin drejt për drejt për mes Zoomit, filloj mande me fol, kjo është kështu, fatlume, këtu në regullat, kështu, nesër ta dërgojna emailin, po 2 javë nuk dush me fol me kërkend, është regulli kështu, është kontrata kështu, une jo, heq, veç që kom thonë të lutë na dërgomi krejt një mail, qka do që të folë? Se s'këm të të marrë vesh kur gjo. Kush ka qenë personi parë që te ke telefonohë, që e ke lajmërohë? Këtë e kom thonë në disa intervistat të tjera, kjo ka qenë situata ma që dish me njetën time deri tash. Do me thonë, unë nuk kam guxua as në anës time mi tregu, për shkak se kisha frikë, se në kontrat të nesër më njëherë pas ati Zoom-i, do me thonë, merdë më njëherë në ora 8 më ngjezit një mail, regullat nuk guxon me tregu, kërkoj, derisa ne ta bëjmë publike lojmin, po ishin edhe 2 javë gjysmë pyetje. Her pas herë më shkoj mendja në anës, normal, gjithmonë instinktivisht është nënat shkon, gjithmonë, o zot. Edhe nuk mu isha mi tregu, se të isha e pikzimit qod. Krejt botës i tregojnë, si nënat, më të qepe. Edhe besomni ose jo mbaj, do me thonë 2 javë, as nënës nuk i kom tregu, po e di që adet kur kom shku në shpe, pre ati lokali që e pa ta atë Zoomin e parë, po jo adet, do me thonë i kom pas 1-3 dit, ju më konë shok, nuk di as vetë që kom funksionu si njeri, do me thonë, ju më konë shumë shok, po kom pas një gjenja shumë përzime, më ka ardhë me kajt, më ka ardhë, a din asin gjenje lumëturie, po u konë gjenjë shumë e përzishme, naturisht në general gjenjë shumë e bukur, asnjëherë ma herët në profesion nuk e kom përjetu një ndjesi të tillë, ja uroj krejtve, kushdo që e don këtë punë me shpirt edhe kushdo që mundohet diçka të tillë me përjetu, se është shumë lezet edhe të motivon shumë, po që pastaj pas 2 javësh kur u bolami publike, kom thirrë nënën, i kom tregu, normalisht nëna ka qenë personi i parë, po u konë shumë shok për mu. Po i shojmë bashkarisht edhe disa fotografi edhe disa pojme cilat i kemi ndo prej këtyre momenteve, derisa na flasim këto fotografi kanë mundësi edhe me na përcjell. Po du me ditë, nëse i kështë përshkru këtë moment, ja ku e kemi këtë momentin ku ti për ata të cilët janë duke na dëgju në radio, është momenti kur ti e tu dal nga vetura në tapetin e kuq, po besoj që është ndoshta një prej momenteve më të bukura që mundet aktori me përjetu. Por nëse kisha mujt me përshkru këtë moment si një skenë filmi, qysh ish dok? Qysh ish dok, a qysh me fjallë apo si po mendon? Me fjallë, për shembull, qysh ta mërmendja, çfarë emocioni kishe sjell? Kish sjell që ajo skenë e filmit, ti tu fitu, ti duke qenë në tapetin e kuq, duke nënshkruj, duke u dok si një princeshë vërtet. Për mu, unë e kom thonë shpesh herë edhe prapë për cilin a konë shumë prallore dhe shumë magjike.
magjike kaq. Sinqerisht. Nuk di, domethënë nuk ka fjalë që e përshkruan atë ndjesi të bukur. Po mos të harrojmë, unë jam prej atyne aktorëve krijuesve, nëse mujna me qujt veten, se na non-stop jemi në ndërtim me sipër. Që unë shijoj shumë procesin Donika, këto janë shumë momente të vogla që zgjasin pak, kjo puna e tapetit kuq edhe këto e finalizojnë një punë shumë të vështirë, të madhe që audienca gjerë shpeshherë ndoshta as nuk mundet. Nuk ka kapacitet me imagjinu sa vështirë është edhe sa drisa të vjen ti aty. Gjithmonë njerëzit e shohin produktin final, e shohin filmin, e shohin premierën e filmit ose të shohin ty në tapet kuq, po për më ardh aty domethënë shumë punë. Shumë shpesh kisha pas qef njerëzit me ditë se si është për aktorët kur aktrojnë, këngëtarët të cilët përjetojnë shumë çka e dalin me performu, gazetarët, moderatorët të cilët janë para ekraneve çdo ditë, e audienca nuk e din se çush ata ndjehen për momentin ose në çka janë të kalu, por janë të aftë me menaxhu edhe me lon anash për momentin ato se çka janë të kalu. Po edhe shumë e vështirë, nuk është lehtë menaxhueshme domethënë, se prapë po them njerëzit që të shohin mendojnë që është shumë e lehtë edhe është gjithmonë shumë fan, është shumë kënaqësi, është e vërtetë që është kënaqësi, është diçka unë shpesh bilas nuk e krahasoj me profesion, nuk i them që është profesion, është një pasion i madh, i pashtershëm që mbon e hyrën një herë kësaj rruge dhe nuk ka dalë asnjëherë, jo. Shpesh unë besoj dhe mendoj që njerëzit të prirur, jeta është e tillë, thehemi shumë shpesh gjatë rrugtimit. E vërtet. Dëshprohemi edhe nganjëherë nuk dim se çush me i dal ballë sfidave të cilat na paraqiten. Unë jam e bindur që sikurse ti edhe krejt ne këtu edhe ti e thy. Shumë herë. Po ku e ke gjetur motivin mu rikthy? Okej, kjo çka po thu tash, ti çka po flet është temë shumë e gjerë edhe shumë e rëndësishme, shumë mirë që pe cek. Mas pari, me qenë aktor, e sidomos artistat kanë predispozit ma shpesh me u thy, sepse kreti dim që arti është shumë i vështirë, edhe sidomos aktrimi është njëri ndër profesionet ndoshta më jo fair, kur po them fair jo për diçka kështu në aspektin në kuptimin e keq, po nuk varet vetëm prej talentit tënd edhe prej punës tënde, po varet prej shumë faktorëve të tjera, kështu që predispozita për me uni në herë jo i përmbushur ose i thym ose me pas dilema në talentin tënd janë shumë të shpeshta. Po pikthena pyetjes tonde, po du më kthy ajo që për mua është shumë e rëndësishme këto ndoshta me ditë sidomos trit të profesioneve të ndryshme pa marrë parasysh ka zgjedhje me bon jetë, nëse mendojmë me i hy shumë thellë qasaj pune, çka do qoftë ajo, aktor, piktor, avokat ose çka do qoftë, gjithmonë nuk është, po më rruga nuk është as pak e lehtë, mirë po këto momentet e ndjeshme, këto që i ceketi nëse thehemi në herë, unë menoj që prapë qelsi që ndronë të vetvetja gjithmonë, edhe është mirë kur, mos me alon fajin kërkujt, pa marrë parasysh, a jeton në Kosovë, a jeton në LA, a jeton në Paris, në Londër, kudo që jeton, krejt na që jemi, besoj që nuk jemi rasisht, edhe gjana që i zgjedhim njetë, diçka na shtym për me i zgjedh ato. Edhe, po menoj, krejt që zgjedhim na është diçka ka njerë me vedije, ka njerë pa vedije, po edhe që pa vedija e ma vonë e shohim që s'ku ka kon aksidenta, kështu që kështu që është shumë e rëndësishme se s'po du tash me t'inglu si guru, nuk jam guru, por që është shumë e rëndësishme me u kthy gjithmonë te vetja. Pra motivin e gjen te vetja. Po motivin. Kryesisht, do më thonë... Do të ndoshta me njof njëri vetën edhe mu kthy fëminin ojherë, me kujtu fëminin, edhe me munu mi gjeq ato momentet kur na i kemi pas do pasione, do dëshira, edhe kur që ato dëshira, që ato momente, na kam bo njeve me mendu, ose me vendos, apo du mu bo futboler, apo du mu bo aktor, apo du mu bo këngëtar, apo du mu bo, edhe nuk është let, po nuk është let me rujqat entuziazmin e fillimit, sepse rruga shumë e vështirë, na menojmë dhe qëtu, pa jo na del diri që atje, që adin, kur nuk është ashtë të gjyshe mendojmë, po më fund më andej, kur të krymë qatë cikël, na e shumë që super, ajo ku akom perfekt rrugë, sepse neve na ka qu dikon, na ka ndryshu për të mirë, edhe na ka bo matë gatë shumë për fazat e tjera tjetës. Po kthejna tek filmi, je nominu me rolin tënë në filmin Hana, me regjitë Ujkan Hysajt. Na fol pak për këtë rol, tregom
qysh jemi shëru me rolin në film? Ky rol, edhe pse nuk ka qenë rol kryesor për mua, ka qenë rol super tev, është njëra ndër rolet më të vështira që i kam pas ndonjëherë në karrierë. Po qof në aspektin profesional, po unë gjithmonë e kam cek se tash po mbjem u përsërit ndjes për njerëzve që më kanë dëgjuar më herët, por që te unë ka qenë double përgjegjësi. Ka qenë përgjegjësia profesionale, por edhe përgjegjësia morale. Pse përgjegjësi morale? Sepse tematika e filmit ka të bëjë me një kategori të njerëzve që është shumë e ndjeshme, edhe që kërkon trajtim të vazhdueshëm tek ne, jo tek ne, po gjithkohë në botë, kudo që ekziston kjo kategori e këtyre njerëzve, bëhet fjalë për të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Këto janë një grup grash që shkojnë në një qendër të artit, ku e përdorin artin si formë për me u shëru. Mirë po, kushti kryesor është këto me i tregu, me i rrëfy tregimet e veta dhe përjetimet e veta. Dhe disa nga personazhet pranojnë me i rrëfy disa nga ju. Personazhi im, Mrika, kjo është një vajzë e re e cila kjo do me ecë përpara, do me u shëru, e ka vullnetin për me u shëru, edhe e tregon eksperiencën e saj. Edhe eksperienca e saj do me thonë, bëhet pastaj rigjirohet në atë qendër, bëhet film, kjo e shë eksperiencën e saj në film, edhe kjo është si një lloj mënyre, metode pak a shumë me u shpërlasë, me ndihmu pak me zbu traumën, se trauma nuk je këtë kur. Në këtë rast, besoj, po që të pak të me u lehtësu pak. E kjo pe vren, do me thonë është tematik shumë e ndjeshme, e për mu ka qenë shumë përgjithësi, sidomos përgjithësi morale, për cike prapë, sidomos kur shpesh herë kisha në për kokë faktin se kur e imagjinojsha dikush nga këta persona ka me qenë nesër në audiencë dhe ka me po filmin, edhe thisha une po i portretizoj, edhe kisha përgjithësin apo i po dal, apo munde me i portretizu si duhet, Më falë që po të ndërprej. Jo, s'ka problem. Kam pyetje për ty. A mundesh me pyet të ftuarën, nëse kish bashkëpunu me Lars von Trier, regjisor? Po, ai është njëri ndër favoritit e mi, e kam cek edhe në disa intervista në Berlin kur kam qenë, po. Pyetja e dytë. Pyete, a e ka fakultetin e psikologjisë të krym, se po të mbush ka inspirim edhe ko ka shumë pozitive? Jo, s'ka nevoj, tash të vetja është gjithë. Tash që e ka përmend, nëse kisha kry fakultetin e tretë, i shkon me modën, jo, i shkon psikologjia. Po më lën shumë, po të regojnë super karakter, Mysafirja, super intervist me dëgju në radio në këtë ditë me djell. Shumë dashni për krejt që po na dëgjoni, çka do qeni tu kalu, besoni të vetja se gjithçka kalon. Për ndryshëm ne joni me ju tregu një kuriozitet shumë të shkurt që shumë njoftune me fat lumën. Për herë të parë para pandemisë, nëse s'gaboj ka qenë. Nuk e dija para pandemisë, gjatë pandemisë, nuk e di. Po ne njihemi mati që është e vërteta. Njihemi po nuk është si fytyra në qytet. Po, edhe e di që jemi taku me një kafeq në Prishtinë, edhe unë të kom këshyr ty te mua dhe unë të kom thonë, wow, sa bukur po dokesh. Edhe ti nol dunik çushje, a je mirë? Edhe na dyja e na nol me fol ta mermendja që unë te kena vazhdu muhabetin e ditës së djeshme. Po, tu se njihemi gjatë gjithë jetës. Po që kemi ne bashkë, shumë e kemi pas qëtë energji. Edhe kjo energji ka vazhdu. Po, edhe pse shihemi shumë rrallë. Ama, po edhe ti tash se ti e bune një super hyrje për mu, unë po du me cek që ti njëra ndër qikat ma pozitive ever që i kom taku në vendin tonë, kështu që kjo është e dyanshme, unë besoj që kjo është e dyanshme, vetëm njerëzit e rritun, njerëzit që e njohin veten edhe janë rehat me veten, shpërndajnë pozitivitet edhe dashni kudo që shkojnë. Po jo, po edhe ti je njëna nga ata, qysh mundem unë me tu kthy me atitudë kur ti je super si diell. A di qysh jete që po tregoj? O, ku për mua? Kjo është sikur ai diellit e Tinky Winky. Po, kur të shoh ty, i kam edhe të shoqe tjera, që shto që adhe një masësojnë a djelin, si të qonë më njës vizdela, i kështë e ti e Tinky Winky, dipsi, lala. është edhe një pytje dëgjuzve, to a zamre, faleminderit u zonë, shumë shkriva. Një pytje tjetër për ty është, prej dëgjuzve, çfarë mekanizma ke përdor për aktrimin melodik sa i përket rolit të karaktereve? Metodik sa i përket po rolit të karaktereve reale. Jo pas syza, për çato s'po shoh. Pyetje shumë e mirë. Kështu.
Ekziston shkolla, edhe janë metoda të ndryshme dhe teknika të ndryshme të cilat ne kalojmë gjatë 4 viteve kur studiojmë aktrim. Okej. Mirë po, pa dosh me fol për veten se kjo është besoj që ndodh krejt aktorëve. Pas një eksperiencë ndoshta jo shumë gjatë ti fillon i krijon ato metodat e tua. Sepse na jemi individ të ndryshëm, ndjesitë tona janë të ndryshme. Aktrimi ka të bëjë me ndjeshmërinë, me emocionin, me observimin, edhe tash krejt është nuk është një formulë e njëjtë për krejt. Dikujt i përshtatet Stanislavski, dikujt Breti, dikujt Meisner, dikujt Aden, po pas një kohë jo shumë të gjatë, unë besoj që secili i ka ato metodat e veta. Një intervistë të Denzel Washingtonit, një herë bashkë në tapetin e kohë që pyesin me cilë metodë i punon rolet, e kanë pyet, ai ka thonë me metodën e Denzel Washingtonit. Ju po se vjen që ashtu e ndjen, e din, qelësi është e vetja, kështu që dhone, mas pari për secilin rol, është qasja ndryshe. Po është një farloj bazi që ti dush me abo 5 pyetjet për shembull, mas pari dush me hulumtu për qatë 5Ws të famshme. Për qatë person, cili është shëllimi ati personit, çka i pëlqen ati personit, çka, edhe do të thonë jo këto 5 pyetje të arta që ne i quajmë, po për mes me mbet borxh dëgjuesi që ka abo pyetjen, unë për secilin rol kam qasje të ndryshme. Shpeshherë jo shpeshherë, po më pëlqen me mendu për shembull cili zhanër kishte me i pëlqy karakteri që unë jam të munu me e punu, ose cila arom e parfumit kish mujt minajt, ose ase... Sa bukur që e përdor këta. Adin, gjithçka flet për karakterin, gjithçka flet për personazhin, a? E kom edhe një pyetje, po thot të fundit se te provav. Po thot, nëse arrin me hy në këpucë të karakterit real. Okej. So arrin me të afektu në jetën private. Shumë. Apo? Shumë. Pyetjet mira more Filanski që bëni pyetje. Kush është i bo pyetje? Është një djalë, një dëgjues këtu, domethënë nuk bëjmë pyetje për misafer. Unë e përshëndes djalin kushdo që është. Filanski. Kështu e kalon emrin. S'ka problem, shumë pyetje të bukura, po shumë afektojnë. Të gjithë aktorët, edhe njëherë kom pas diskutu me një psikolog, edhe shumë ka pas bo përshtypje një gjatë që kam ka thonë ai psikologu. Më tha Fatlume, ju e keni shkollën e mirë, dhe pse jemi në Kosovë, tha e keni shkollën e mirë, e keni profesorët e mirë, tha edhe ata ju mësojnë shumë mirë qysh me hynë në role, po e meta është që nuk ju mësojnë qysh me dalë për aty në roleve. Edhe shumë e vërtet. Edhe kjo, tash jashtë, unë kom pas rast me tash kove të fundi që më ka ra me kolegë të jashtëm ndërkombëtar, edhe shpesh e diskutojnë aqit pjesa, dhe se është pjesë shumë e ndjeshme, edhe ka metoda të ndryshme, gjatë që unë nuk besoj as pak, se për janë metoda, janë do rituale të jashtme. Unë e prap këthena, unë gjithmonë menoj që mrena është, gjithçka është mrena. Vish dush me gjetë, mënyrën dush me detektu ka ki, qysh e ki, edhe ma ndi vetë me punu. Ose pse jo edhe me një psikolog, sepse jashtë, si të përfundojnë filmin, gjirimet e filmit ose të shfaqjes, aktorët shkojnë edhe konsultohen me psikolog, do me thonë, për më ndihmu për me dalë. Unë e kom pas rastin në 2013, nëse s'gaboj, 2013, një rol ka qenë shumë, zakonisht mu më japin që shtu shumë emocional, nuk e di pse, thellë. Se po më duket po e jep më të mirën tënde. Edhe e di që kur i kom përfundu gjirimet, nuk më vjen marrë me tregu, isha gjithçka okej, me jetën tem në atë periudhë ishte gjithçka okej, nuk kisha ndonjë breng, diçka që më shqetësu, mirë po e kisha një tendencë me kajt. Vike shpesh me kajt, edhe thash çka të ndodh. Andi tash Fatlume ka dalë se ti ke pas një 2-3 muaj që ke përgatit një rol, që roli ka pas ulje ngritje të thella emocionale dhe qa po mendon, ti nuk je hekurt. Ajo është emocion edhe of course që ndikon të ti, normal që ka ndiku. Edhe po, ndikojnë shumë ndikojnë, po edhe këto me eksperiencë mësosh ma ndi qysh me menagju edhe qysh me dalë prej tyne. Ka njëherë është ma letë, ka njëherë nuk është edhe bashkë e letë, ka njëherë mundën vetë, ka njëherë më pëlqen me bo pyetje edhe me shku më konsultu profesionalisht, edhe kaq. Do më thonë, është hera e parë që unë e lo një misafer me folë. Se unë zakonisht ndërhyj shumë, edhe unë jom ka të ngoj ty me shumë vëmendje krejt që aje të thonë,
domethënë mënyra se çysh po flet, çysh po shprehesh, çysh po qëndron, qëndrimi yt, gjithçka se tash po m'duket ky emision do më dal komplimente njëra tjetrës. Po ti ki çto e ka. Dala. Okej, cila prej aktoreve ndërkombëtare të inspiron? Shumë. Pra për shkoj të kinematografia evropiane. French, se më pëlqen shumë. Isabelle Huppert. Sa e bukur, shumë e mirë, shumë madame. Ato e kom taku fatmirësisht, e kom taku në nëntor të 2025 në Selanik, ka qenë në festival, shumë e thellë. Edhe ajo e nje shumë mirë vetën e vetë. O shumë kritike, edhe kur lun, edhe kur bash bisedon, edhe kur analizon ose kur diskuton me te profesionalisht, është jashtëzakonisht kritike e madhe, po mu më pëlqen shumë, sepse është shumë e thellë, është vetvetja, ajo e njeh vetën edhe nuk bëhet pjesë e turmës. Do me thonë, i qëndron besnik vetvetes edhe si aktore, edhe si njeri, edhe si në çdo aspekt. Po më duket që ajo e bën ato shumë edhe ma tërheqëse, edhe ma të veçantë. Isabelle Huppert, mandej është Lea Seydoux, edhe ajo është franceze. Po, bravo. Jessica, nuk e di kush Jessica, kjo që ka lujt te kush? The Tree of Life, te Terrence Malick, Jessica Chastain. Po, bravo. E kom edhe një pyetje, edhe dy pyetje, o zot. Ani kom thonë 20 minuta interviste, ti kalova gjithçka. Kush të inspiron për muzikë? Nuk e kam, për muzikë nuk e kam diken kështu shumë. Unë varioj, do me thonë, varësisht nga situatat, varioj, jazz dëgjoj, shumicën e kohës, më pëlqen shumë, po nuk është, tash këtu, e di që janë shumë emra të njoftun, përpos jazzit janë për shembull kjo Lana Del Rey gjithmonë e kam pas shumë, është unike, është Billie Eilish që është shumë taman artiste, taman do me thonë e kompletume. Do me thonë e kemi jazz, pop, jazz, new modern music, që kjo është ku po sillet. Po une me qenë se edhe kom studiu muzikën, jam shumë edhe të baroko, më pëlqen shumë baroko, kështu që Bachun, ajo polifonia e Bachut, shumë zëshmëria, ajo Bach për shembull është shumë kompleks, më pëlqen muzika e tij, ka njëherë kur e ndëgjoj veprat e Bachut, më duket sikur kur e lexoj një dialog të dikujt me thonë Çehovit ose diçka, a dino shumë, do me thonë kur dëgjoj muzikën e Bachut, unë shoh edhe dramë. Edhe është dramë, në fakt, muzika e Bachut. Sepse dhe jeta ati ka qenë shumë dramë, ndoshta për çato. Ato invencionet e Bachut janë sigur kur i dëgjoj kur shoh drama, kur shoh bashkëbisedime, kur shoh dialogje mes aktorëve ose personazheve. E fundit fare, cilat shoqe të kanë qëndru afër? Kujt i themi faleminderit shoqe sot? Zot, shumë mirë që e ki si pyetje se une sidomos në këto momentet jo të momentet e fundit, o zot. Këto momentet si shooting star kur kam qenë të përgatitur dhe kur kam shku atje, i kam pas do persona shumë interesant rreth vetës, edhe fatkeqësisht në çdo intervistë që kam dalë, kam desh me i përmend dhe kam harru. Imagjino edhe çmimin kur kam dalë me marr, në anën tem kam pas mja dediku çmimin, në anën tem edhe kam harru se kam pas shumë emocione. Shumë, edhe s'kom di çka kam fol drisa kam pa videon pastaj. Po, kur jemi të shoqat, po du shumë me falendëru, edhe shpresoj që është të mpa, edhe pse është në Amerikë, shoqën tem Arietën. I love you so much. Sa bukur që ajo më ka qëndru shumë afër, edhe para se me shku atje edhe momentet e mira, edhe momentet e vështira, e ajo është sikur një lloj guru jam i personal. Për çato i keni hap energjinë e mirë. Edhe pse jemi shumë larg njëra me tjetrën, jemi shumë afër, domethënë, edhe është Flutra Dedinja, edhe Sara, edhe plot të tjera. Po Arieta është shumë special për mua. Luna që kemi shoqe, Fatlume, do më thonë, une mendoj që jeta jem do të kishte qenë bosh pa mikeshat e mia të cilat e kanë bo edhe ma interesante dhe kanë përmbush jetën tem e në këtë rast edhe tondën. Po e shoh që ekipa informimit po bëhet gati, për specialën e presidentës. Oh my god.
Oh my god. Oh my god. Oh kjo my flet god, shumë, edhe kjo unë e flet pas shumë. vapëtejta. Oh my god. Kjo flet shumë, Okej. nuk e di sa do të kemi apo po shkojmë në zgjedhje, por më lejo me tregu që për mu ka qenë der, knatësi me të pas në studio. No, sinqerisht, edhe më ke përmbush në kuadër të emisionit edhe intervistave të cilat mezi pres me i zhvillu, edhe shpresoj që ty kanë me të qelë rrugët në Kosovë, jashtë Kosovës, sepse ke investu shumë në vetën tënde. Ke dhënë shumë nga koha jote, koha nuk kthehet kur, koha është e çmuar, edhe ti vazhdon kontributin edhe dijen tënde me jep të njerëzit të cilët e dojnë muzikën edhe aktrimin. Kjo është për te gjithçka tjetër. Turoj shumë suksese, jo vetëm yll i vitit 2026 nga Berlinale, por je yll i vendit tonë. Okej, faleminderit, mos u lavdroj shumë, se kjo është merit edhe jotja, kjo është reflektim çu je ti, jam edhe unë përballë, kështu që është meriti. Është një prej intervistave më të bukura që kom pas. Faleminderit shumë e dashur. Faleminderit shumë. Kjo është dielli. Lala. Fatlume bunjoku me që gjeni në rrjetet sociale dhe keni mundësin nga afër me pas si cilin projekt të cilin ajo do e realizoj, sa i përket aktrimit, jetës së saj, kështu që ndjekeni dhe keni mundësi me pa rrugtimin e saj, urojmë që shumë shpejt kena me pa aty se ku e ka edhe vendin.